Mirë se vini në episodin 7 të podcastit Ton Shine. Unë jam Alex dhe sot kemi të ftuar të veçantë, Andi. Andi është në master në arkitekturë, peizazhe dhe hortikulturë dhe ai kombinon punën e tij profesionale me edukimin e fëmijëve rreth natyrës. Përshëndetje Andi. Faleminderit Alex, jam I lumtur që jam këtu. Tingëllon shumë interesante mënyra si ti kombinon edukimin e fëmijëve me dashurinë për natyrën, por edhe më interesante është që ti jeton në një zonë rurale, në një shtëpi të ndërtuar me materiale natyrore, të cilën e ke ndërtuar së bashku me bashorten tënde. Dhe sa kam dëgjuar, ecja malore është pasioni yt më I madh, apo jo? Po, është pjesë e përditshmërisë time të jem në natyrë dhe më plotëson vërtet. Më pëlqen të mësoj gjëra të reja dhe të shpërndaj njohuritë mia me fëmijët dhe me çdo që dëshiron të mësoj për natyrën dhe jetesën e qëndrueshme. Andi, që në fillim duhet ta them, kjo është pikërisht një shembull I mënyrës se si stili personal I jetesës mund të jetë në përputhje me parimet e qëndrueshmërisë dhe se si përvoja personale ofron shumë më tepër se sa thjesht teoria. Termi jetesë e qëndrueshme përmendet shpesh. Si e sheh ti këtë dhe a mund të na japësh disa shembuj nga jeta jote e përditshme? Për mua, jetesa e qëndrueshme do të thotë të përpiqemi të ndikojmë sa më pak të jetën mundur në mjedisin ku jetojmë. Sigurisht që ne përdorim burime, por me moderim. Ajo që marrim duhet ta kthejmë në një farë mënyre. Kjo vlen për të gjitha aspektet e jetës. Është e rëndësishme të krijojmë, të punojmë me duar, të mësojmë dhe të synojmë sa më shumë vetë mjaftueshmëri. Interesante. Shumë të rinj shpesh harrojnë. Qëndrueshmëria nuk është vetëm një ide, por një stil jetese që përfshin njohuri dhe aftësi. Kur punon me duart e tua, ti mëson për materialet, burimet dhe proceset, gjë që lidhet drejt për drejt me ruajtjen e mjedisit. Ajo që përmende për rikthimin e diçkaje tek natyra është shumë e rëndësishme. Veprimet të thjeshta si kompostimi, mbjellja dhe menaxhimi I burimeve tregojnë se çdo veprim I vogël kontribuon në një qëllim më të madh. Pikërisht, kur jetojmë në harmoni me natyrën dhe mësojmë çdo ditë, bëhemi më të ndërgjegjshëm për veprimet tona, dhe këtë e përcjellim dhe te fëmijët që edukojmë. Dhe shoh se kjo na çon te pyetja tjetër, sa të vetëdijshëm janë të rinjt sot rreth mënyrës dhe rëndësinë e jetesës së qëndrueshme. A mund të na tregosh më shumë rreth kësaj gjëje? Të rinjt sot janë disi të vetëdijshëm për jetesën e qëndrueshme, sepse kjo temë diskutohet gjithnjë më shumë. Mendoj se përparimi më I madh mund të arrihet nëse fëmijët mësojnë me vlera të drejta që në moshë të vogël. Sot ekziston një ndarje e madhe, nga njëra anë kemi të rinj që janë të hapur, kurioztar dhe mendojnë në drejtimin e duhur, dhe nga ana tjetër, shumë të tjerë që nuk janë të vetëdijshëm dhe nuk mendojnë në këtë mënyrë. Qëllimi është të përfshijmë të gjithë dhe të prezantojmë gradualisht në botën e jetesës së qëndrueshme. E kuptoj çfarë po thua. Është vërtet shumë e rëndësishme të fillohet herët. Fëmijët kanë ndikim të madh. Dhe kur mësojnë për natyrën, kompostimin, mbjelljen apo kursimin e burimeve, ata u përcjellen njohuri dhe e çojnë këtë dhe te familjarët e tyre. Shpesh kam parë që ndryshimet e vogla te fëmijët mund të sjellin efekte të mëdha në komunitetin lokal. Pikërisht, kur të rinjt mësojnë vlerat e qëndrueshmërisë, edhe ata që nuk janë të vetëdijshëm fillojnë t'i vënë re dhe të ndjekin shembujt e mirë. Gradualisht, përmes aktiviteteve praktike, secili mund të kontribuojë për një të ardhme të qëndrueshme. Vendimet e vogla të përditshme mund të bëjnë ndryshime të mëdha. Tingëllon shumë bukur. Kjo është arsyeja pse është rëndësishme të kombinohet edukimi me punën praktike, sepse vetëm teoria shpesh nuk mjafton, Andi. Ne kemi folur shumë për vetëdijen e të rinjve mbi jetesën e qëndrueshme, por tani jam kurioze çfarë veprimesh konkrete mund të ndërmarrin ata çdo ditë në shtëpi ose në komunitetin e tyre. Të rinjt mund të kontribuojnë në shumë mënyra, duke filluar me vendimet që marrin në shtëpi dhe në komunitet. Në shtëpi, ata mund të mësojnë ndarjen e mbetjeve, të bëjnë kompostim, të edukojnë anëtarët e familjes për procesin dhe të bëjnë nxitës të ndryshimit në mjedisin e tyre. Të rinjt kanë fuqi. Ata mund të përdorin kohën e lirë për vullnetarizëm apo punë humanitare. Këshilla ime është të vazhdojnë të mësojnë jo vetëm teorikisht, por edhe praktikisht të zhvillojnë aftësitë e tyre, sepse secili ka talent për diçka. Gjithashtu, vullnetarizmi në nisma apo organizata lokale u jep të rinjve përvojë praktike dhe I fuqizon ata të bëhen lider të ndryshimit. Në këtë mënyrë, ata jo vetëm që kontribuojnë për komunitetin e tyre, por edhe zhvillojnë aftësi të rëndësishme për jetën, si puna në grup, organizimi dhe zgjidhja e problemeve. Pikërisht, kur të rinjt zbatojnë atë që mësojnë, ata bëhen shembuj të dukshëm për të tjerët, dhe I gjithë komuniteti mund të përfitojë nga veprimet e tyre. Edukimi është çelësi.
Kombinimi i njohurive me praktikën krijon zakone dhe vlera të reja që përcillen më tej. Kam vënë re se temat e qëndrueshmërisë po përfshihen gjithnjë e më shumë në shkolla, por jam kurioze për përvojën tënde. A mendon se sistemi arsimor po përgatit vërtet fëmijët për një jetë të qëndrueshme? Sot, ka më shumë edukim mbi mjedisin dhe qëndrueshmërinë në kurrikulat shkollore, por gjithmonë ka hapësim për përmirësim. Nuk duhet të mbështetemi vetëm te njohuritë teorike, por të përqendrohemi më shumë te përvoja praktike, e cila, sipas mendimit tim, mungon aktualisht. Kam punuar me fëmijët për 4 vjet dhe shpesh dëgjoj nga prindërit që fëmijët e tyre i kuptojnë temat që lidhen me bimët dhe natyrën shumë më lehtë fal punëtorive tona. Do të ishte fantastike nëse çdo shkollë do të kishte kopshtin dhe kompostuesin e saj. Këto janë hapa të vegjël, por konkret, që mund të zbatohen në shkollat fillore dhe të mesme. Jam dakord, kopshtet shkollore dhe punëtoritë praktike jo vetëm që zhvillojnë ndërgjegjjen ekologjike, por dhe ndjenjen e përgjegjësisë, durimit dhe punës në grup. Aktivitetet e tilla i lidhin fëmijët me natyrën, por edhe me komunitetin lokal, duke formuar qytetar aktiv dhe përgjegjës. Andi, më intereson se si e sheh lidhjen midis jetës së qëndrueshme dhe përgjegjësisë sociale. A mund të shpjegosh si dhe ato hapat më të vegjël që na çojnë drejt qëndrueshmërisë dhe mund të ndikojnë në komunitetin tonë dhe në angazhimin demokratik? Çdo person që ndërmerr dhe një hap të vogël drejt një mënyre jetese më të qëndrueshme, po jep tashmë një kontribut të madh. Çdo individ i ndërgjegjshëm vendos një shembull për ata që e rrethojnë. Të gjithë duam të ndryshojmë botën, por e vetmja gjë që mund të ndryshojmë vërtet është vetja jonë dhe duke e bërë këtë, frymëzojmë të tjerët. Në këtë mënyrë ne ndikojmë te komunitetet tona dhe në ndryshimin më të gjerë shoqëror. Gjithashtu, organizatat e të rinjve kanë potencial të madh për të frymëzuar ndryshime dhe për të bashkuar njerëzit. Ato mund të krijojnë mundësi për të rinj që të marrin pjesë në aktivitetet praktike që i lidhin me natyrën dhe qëndrueshmërinë. Pikërisht Andi, për në mes nismave të tilla, të rinjt jo vetëm që mësojnë për qëndrueshmërinë, por edhe zhvillojnë aftësi udhëheqëse, punë në grup dhe përgjegjësi. Kjo i përgatit ata të jenë qytetar aktiv të aftë për të kontribuar në komunitetin e tyre dhe në shoqërinë edhe më gjerë. Pikërisht kur të rinjt kuptojnë që zgjedhjet e tyre të përditshme kanë ndikim real, ata përfshihen natyrshëm në komunitetin e tyre dhe zhvillojnë një ndjenjë përkatësie dhe përgjegjësie. Andi, është interesante që përmend rëndësinë e organizatave të rinjve. A mund të shpjegosh si mund të ndihmojnë ato konkretisht për të rritur ndërgjegjësimin për qëndrueshmërinë? Do të ishte shumë mirë të kishim më shumë organizata të tilla, sepse sinqerisht nuk ka mjaftueshëm. Shumë të rinj duan të jetojnë më afër natyrës, më me përgjegjësi dhe më me qëllim. Aktivitetet praktike i ndihmojnë ata të hedhin hapat e parë nga eduktimi i mbetjeve te rritja e ushqimit ose thjesht kalimi i më shumë kohe në natyrë. Ajo që është veçanërisht e rëndësishme është se këto aktivitete nuk mësojnë vetëm teknika apo praktika, por dhe përgjegjësi, punë në grup dhe nisma. Të rinjt shohin rezultatet e përpjekjeve të tyre përmes projekteve praktike dhe kjo i motivon ata të vazhdojnë. Çfarë do të thoshe të rinjve që duan të jetojnë më të qëndrueshëm por ndihen të pasigurt? Që çdo fillim është i vështirë, por gjëja më e rëndësishme është vullneti dhe një qëllim i qartë, pastaj fillo të veprosh. Së pari, është e rëndësishme të informohesh dhe të përvetësosh njohuri. Kushdo mund të bashkohet me kurse të ndryshme, për shembull, për prodhimin e kozmetikës natyrale, ndërtimin natyror apo permakulturën, i kam ndjekur të gjithë vetë. Më vonë, mund të zbatohen projekte më të vogla, duke aplikuar atë që është mësuar dhe duke ndarë njohuritë me të tjerët. Interneti gjithashtu ofron mundësi të panumërta për të rinjt për të mësuar dhe praktikuar aftësi të reja që mbështesin një stil jetese të qëndrueshëm. Kjo është këshill shumë praktike. Duke kaluar te një panoramë më e gjerë, Marrëveshja e gjelbërt europiane dhe Agjenda e gjelbër për Ballkanin Perëndimor. Si e shet ti objektivat dhe sfidat e këtyre nismave dhe cili është roli i individëve dhe komuniteteve pavarësisht të antarësimit në BE? Duke jetuar në një shtëpi të ndërtuar me materiale natyrore dhe duke praktikuar një stil jetese të qëndrueshëm në një fshat, i shoh objektivat e Marrëveshjes së gjelbërve evropiane dhe Agjendës së gjelbër jo vetëm si të domosdoshme, por edhe si udhëzime frymëzuese. Këto nuk janë vetëm dokumente teknike, ato janë një thirrje për një transformim të thellë të marrëdhënies sonë me natyrën, burimet dhe njerëzit. Një nga sfidat më të mëdha është kalimi nga një model linear në një model qarkor të menduarit, jo vetëm në ekonomi, por edhe në praktikat e përditshme. Komunitetet lokale dhe individët luajnë një rol kyç. Në zonat rurale ne tashmë jetojmë sipas parimeve të qëndrueshmërisë, pra bëjmë kompostim, rrisim ushqime pa kimikate, shkëmbejmë fara dhe riparojmë gjërat në vend që t'i hedhim. Këto praktika shpesh të rinjnosura në tradit përshtaten në mënyrë të përkryer me planin e ekonomisë qarkore të BE-s.
Andi, më herë gjatë bisedës, përmendëm që njohuritë praktike mund të vinë edhe nga shembujt e banesave të shndrueshme. Çfarë mësimesh mund të marrin njerëzit prej tyre? Po, ne kemi përdorur gur, baltë dhe kasht. Shtëpitë e tilla kanë më shumë përparësi, janë me kosto më të ulët për të ndërtuar, efikase në energji, të qëndrueshme dhe me cilësi të ndryshme të ajrit të brendshëm. Shtëpia jon ka një sob braket që redukton ndjeshëm konsumimin e energjisë. Muret janë suvatuar me baltë ose gëlqire dhe shumica e dyshemeve janë prej toke. Një herë patëm dhe një çati me tokë dhe bim dhe po punojmë për të rikthyer një çati të gjelbër. Shkëlqyshëm. Ky është një shembull i shkëlqyer i zbatimit praktik të ekonomisë qarkore, jo vetëm në ndërtim, por edhe në reduktimin e mbetjeve. Andi, a mund të shpjegosh se si e zbatoni këtë në praktik? Kompostimi, riciklimi dhe mbështetja e biodiversitetit janë të gjitha shembuj se si praktikat qarkore mund të bëhen pjesë e jetës së përditshme edhe në një shkallë të vogël. Jeta e shëndrueshme nuk është vetëm praktik, ajo është edhe kulturore. Si mendon se një stil jetese i shëndrueshëm forcon identitetin evropian? Qëndrueshmëria nuk është vetëm një koncept, është një mënyrë jetese e bazuar në solidaritet, përgjegjësi dhe komunitet. Kur një komunitet mbjell një kopsht së bashku, kur fëmijët mësojnë të bëjnë kompostim, kur eksplorojmë zanate tradicionale dhe punojmë me natyrën, ne ndërtojmë një mjedis më të shëndetshëm dhe besim të ndërsjellë. Dhe kjo reflektohet më gjërësisht në nivel europian. Çdo individ që ndihet përgjegjës për komunitetin e tij, për planetin dhe brezat e ardhshëm, kontribuon në forcimin e ndjenjës së identitetit europian. Nismat e vogla lokale bëhen pjesë e një tabloje më të madhe dhe lidhin nivelin lokal me atë global. Pikërisht, veprimet tona lokale mund të duken të vogla, por përmes zgjedhjeve të përditshme, pra duke zgjedhur ushqim lokal, duke kursyer energji, duke ndarë burime, ne tregojmë se identiteti evropian mund të jetë i prekshëm, real dhe gjithëpërfshirës, pavarësisht kufive. Pikërisht, lidhja e nismave lokale me strategjitë e BE-s, si programi LIFE, tregon se si qytetarët dhe komunitetet mund të marrin pjesë aktivisht në proceset e qëndrueshme. Çdo veprim sado i vogël kontribon në një qëllim më të madh. Së fundmi, Andi, çfarë do t'ju thojë dëgjuesve tanë që duan të jetojnë në mënyrë të qëllimshme, të qëndrueshme dhe të kenë përgjegjësi ndaj mjedisit? Shumica e njerëzve i dinë hapat bazë përdorimi i çantave për lule, reduktimi i plastikës, riciklimi. Por jeta e qëndrueshme është në fakt një jetë e thjeshtë, ashtu siç jetojnë të parët tanë. Çelësi është balanca. Familjet tradicionale ishin plotësisht të qëndrueshme dhe ne duhet të synojmë drejt kësaj. Këshilla ime për të rinjtë është se duhet të jeni të guximshëm, këmbgulës dhe të vendosur dhe nguxoni të jeni hapin e parë, sado i vogël të jetë ai. Mesazh i shkëlqyer. Gandhi ka thënë: "Bëu ndryshimi që dëshiron të shohësh në botë." Ky është një mesazh që mund ta zbatojmë të gjithë në jetën e përditshme dhe në vendimet e vogla që ne marrim, të cilat mund të çojnë në ndryshime të mëdha, frymëzojnë njerëzit përreth nesh. Faleminderit që na dëgjuat. Herë tjetër do të diskutojmë për kulturën e paqes dhe mosdhunës. Qëndroni me ne.